Ndodhemi në objektin e gjykatës speciale këtu në Hag dhe do të flasim me Hektor Beqirin, është një bashkëdhetar që vjen nga Gjermania, ka ardhur për të përcjell nga afër fundin e gjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-s. Ne njohim si vizitori më i shpesht i ish-krerëve të UÇK-s përgjatë krejt këtyre viteve sa ata ndodhen në qendrën e paraburgimit në Scheveningen të Hagës, pra nga nëntori i vitit 2020. Hektor, përshëndetje. Përshëndetje. A na tregon, ne të njohim, jemi takuar edhe më herët, a na tregon se sa është numri i vizitave që ke bënë në qendrën e paraburgimit në Scheveningen? Numri i vizitave është tikun për 1500 herë që kam qenë vizitë në Hag. Ta kisha mundësinë të vizitoj edhe më shpesh. Domethënë mundësia nga ona ime ishte, po që nuk na lejon të më shpesh të bëjmë vizitat, që janë familjarë dhe gjithë tjerë. Ata e meritojnë që normal të kemë mundësinë të vizitojmë çdo ditë. Çka mundesh mendo me neve prej vizitave? Çush është ndjenja me u fut në qendrën e paraburgimit ku ndodhen ish-krerët e UÇK-s dhe si je prit nga ta? Po pritet nga ta janë shumë të mira, zemërgjan, që normal se një krenar kur dikush shkon dhe i viziton ata aty. Nga pritjet normal aty bisedat janë tash të kufizuar dhe kohëve të fundit, nuk e mujt me biseduar në çon vetëm biseda private që kem pas. Normal kur del ndjenja nga ty ti lesh ata mas aty në mure, është një ndjenje keqe, është shumë e rëndë për njerëz, për shokët e ty, në familjarët e ty, në personalisht për mua që unë njoh edhe më herët. Është një ndjenjë shumë e rëndë që kur del nga aty edhe e lën ata mas aty në mure. Si ka qenë fillimi i vizitave dhe si ka rjedhë mandej me kalimin e kohës? A ke vret ndonjë ndryshim, qoftë ish-krerët e UÇK-s në disponim, në qendrim apo diçka të tillë? Si janë ata nëse e krahasojmë nga vizita e parë që ke bëu dhe në vizitën e fundit? Dhe në fakt kur ka qenë e para dhe kur ka qenë e fundit nëse e mban mend? Vizita e parë ka qenë dikun mas një 2 muaj e gjysmë kur ata janë Burgos, që kam filluar me vizitu. Vizita më Rom ka qenë para 5 javë, që kam qenë për herë të fundit. Ata nuk kanë në ndryshim, domethënë që nga dita e parë dhe deri të fundit që unë i kam vizitu, kanë qenë gjithmonë njëjtë. Nuk kanë pas në ndryshim, kanë qenë gjithmonë qëndrueshëm. Ata njihen edhe si burra të qëndrueshëm, si burr shtetas, si luftar, si udhëhec të UÇK-s. Kështu që nuk kanë vrejt kur në ndryshim, kanë qenë gjithmonë njëjtë. Ndërkaq procedurat për me i zhvillu këto vizita, sa janë të vështira për me mbri deri të ish-krerët e UÇK-s këto formalitetet që duhet të kryen? Në 3 vitet e para nuk kanë qenë as të vështira, domethënë kem bërë kërkesën, na u kanë aprovu dhe kem shku, kem vizitu, kur janë marrë mosat që e dini edhe ju, ata gjithë e dinë, gjykata kur kanë marrë mosat, janë pak më të vështira, domethënë janë që quhet kërkesa, ata duhet me aprovu, ata duhet me bërë kërkesë, më të kthy, domethënë është një procedurë pak më e rëndë. Edhe normal ato kur ai si don ka vullnetin e mirë nuk janë asgjë. Domethënë për mua personalisht nuk kam çu pesh kurr se çfarë procedurash janë, unë kam arritë qëllimin që të shkoj të vizitoj. Ju keni qenë për festa, keni qenë për data të tjera të rëndësishme, keni zhvillu vazhdimisht që jo rastisht ne ju njohim si vizitori më i shpesht. Cila është krejt kjo lidhje që e ke me ish-krerët? A ka diçka të veçantë në këtë raport? Lidhet me krerët e UÇK-s janë tash për momentin sa janë burg ata, unë ju kam premtuar dhe unë ndjej ashtu që unë jam një prej familjarëve të tyre. Jo vetëm njerit, po të gjithëve të katërve. Edhe aty në tjerëve që kanë qenë burg dhe kanë dalë tash janë liru. Për mua janë një. Nuk çojnë pesh emrat. Ata janë domethënë udhëhecë UÇK-s dhe për mua janë një lloj. Njësoj si është një raport që unë jam thash derisa ata të lirohen, që shpresoj shumë shpejt që të lirohen. Jam një prej anëtarëve të familjes tyre. Ndërsa cila ishte ndjenja kur i pat tani në sallën e gjyqit dhe ju ishit lartë në galerinë për publikun? Të ndjenjat i kam ndjekur në shumë seanca gjyqësore. Domethënë ndjenja normal, ti ndjesh mirë kur ishe ata aty, në anë që i shef pak më afër.
Anën tjetër është ndjenjë e keqe kur i shef ata tu gjyku aty. Është ndjenjë shumë e rëndë. Që gjykohen, domethënë na e dim gjithë se ata dëshmitarët, ata dëshmit janë këtë prodhume prej Serbisë edhe Rusisë. Për ata është ndjenjë shumë e keqe. Kemi kërkesën e zyrës së prokurorit të specializuar për 45 vjet burgim për secilin nga 4 të akuzuarit. Ndërkohë, gjyqi është pra krejt në fund. Çka prisni ju dhe pak si mendoni që ka me u mbyll kjo çështje e madhe gjyqësore? Prokuroria absurdit më të madh që ka bën me atë kërkesë 45 vjet burgim për secilin. Unë shpresoj dhe jam i bindur që ata kanë mu liru. Të lirohen dhe të shpallet pa fajshëm. Faleminderit shumë. Faleminderit.